mirë. Umeti të zgjerua në 3 kontinente, në Azi deri në Kinë, në Europë deri në Spanjë, Austri, e në Afrikë deri në Afrikën qendrore. Jetuam me të vërtetë siç meritonte të jetojë njeriu, dhe muslimani i vërtet e realizuan deri në fund të amanetin e Allahut. Ishim përfaqësues të tij të dinës sipërfaqen e tokës. Me shekuj sunduam shkencë, kulturë, art e politikë. Europa e cila sot po ndjen vete si më e ngritura, ne e ngritëm atë dhe e ndriçuam nga pluhuri dhe errësira mesjetare. Por aq shpejt u haruam dhe u dham pas qefeve dhe saltanateve të kësaj bote. Aq shpejt u haruam sa që njëherë u plodhën ata na përzun, të turpruar u larguam nga Spanja, të na shkapitur nga Ballkani, të haruar na strukën një skajt Arabisë. E ne atëherë heshtëm. Pastaj, me ndikimin e popës, krijuan ushtri të tëra, erdhën na sulmuan në Kudus, sa që gjallë Selahudini e mbrojti. Por pas vdekjes së tij, leqen ai morën Kudusin. Por shumë më thellë hyn në zemrën tonë, o i dërguar i Allahut. Ata leqen ai bën halalin haram, e haramin halal, por ata na i bën edhe më keq. Ata na mësuan të vishemi si ata, të flasim si ata, të mendojmë si ata, të martohemi si ata. Thjesht edhe ne u bëm si ata. O i dërguar i Allahut, pas gjithë atyre torturave që na i bën, sa gratë na i dhunuan, sa fëmijë pren me thikë, sa pleq dogjën në zjarr, sa xhamia na i prishën, sa biblioteka na i dogjën. E ne atëherë heshtëm. Pastaj siç ka ju kujtua dhe ikën, por thellë në zemrën tonë kishin gjithë kulturën e tyre famkeqe. Tani u bëm ropër, leq ropën për të difisht. O i dërguar, kemi haruar kush ishim, kush jemi dhe kush donim të ishim. Andaj, ne sot pa fije turpi festojmë vitin e ri të tyre, 8 marsin, Kërshëndella, Shën Valentini. E di sa më të ngritur, edhe natën e shtrigave, lirisht ngritur dhe na vizito. Zdia do të mund na dallosh, o i dërguar i Allahut. Motrave, nënave dhe vajzave tona u vjen turp që janë muslimane. E di sa motrat tona me këngët e tyre të fëlliqura dallen me salavatet e tua. E ne të gjithë kënaqemi duke i dëgjuar. Ja pra, këta u bëm ne pas vdekjes tënde. Andaj, para se ta shkruaj këtë letër, mendova gjëre gjatë, se çfarë mesazhi dhe çfarë arsye të dërgoj ti, o i dërguar. Mendova të thënë, na fal, o i dërguar i Allahut, se jemi pak, dhe do ta kisha bërë këtë, por kur më kujtua se kur Omeri e pranoi fen, ju ishin vetëm 20 vet, ndërsa ne sot jemi afër 2 miliard. U skuqa nga turpi, mandej mendova të thënë, na fal, o i dërguar i Allahut, se jemi të varfër. Por kur para syve, mu shfaq fytyra dhe shtëpia ite e vjetër,
Të nderuar të pranishëm, nuk e dia e vërejtët se në çfarë gjendje kemi arritur të marrim këshilla prej fëmijëve. Prandaj, nga kjo del diçka se çdo babë dhe çdo nën e ka për obligim që fëmijën të drejtone në mektebin e xhamisë. Prandaj, të falemnderit hoç për përgatitjen madhështore të talebeve tuaja në fshatin Raven, të falemnderit. Ftoj për së diti herë korin e muftinisë së Gostivarit që të na prezentohet me pjesën e ditë të ilahijeve. Urdhoni. Şükür